Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe një epizod të We Economy. Kjo është podcasti ekskluzivisht i dedikuar ekonomisë. Kësaj radhe sot do flasim për një temë shumë interesante, e cila është si vazhdim i temës të kaluar. Në kjo herën e parë ose para një javë folëm për ku duhet qytetarët e vetë të investojnë paratë e tyre apo kursimet në instrumenta financiar dhe përmendëm 6 instrumenta financiar. Sot do flasim për një temë shumë interesante, është se si njerëzit apo biznesmenët apo personat të cilat janë sipërmarrës duhet të investojnë në një biznes. Ideja ose qëllimi i investimit në biznes është se njerëzit kanë ndonjëherë prirje më të madhe për sipërmarrësia, po edhe e dyta sepse ato nuk duan të punojnë për dikën tjetër, qoftë në sektorin privat, qoftë për sektorin publik, dhe duan ta testojnë dhe ta sfidojnë vetën e vete në sipërmarrësi. Unë para me ka marrë një instrument apo një teknikë e cila do jetë shumë e rëndësishme për të analizuar dhe për të shpjeguar, sepse të gjithën ju mund ta përdorni për vlerësimin e ideve të biznesit edhe kur të merreni me biznes apo pas se të filloni të merreni me biznes. Kjo lloj teknike apo kjo lloj tabele nuk pretendon t'u jep juve mendim se cila është ideja më e mirë e mundshme në treg, por nga ato ide të cilat i keni ju, që mund të jenë 5, 6 apo edhe 10, krijon një lloj analize se cila duhet më në fund nga këto ide të fitoj duke marrë parametra ekonomik. Shkojmë me njëherë, pa mos e zgjatur shumë. Kjo është tabela e gjitha e vlerësimit dhe rangimit të ideve të biznesit. Unë kam marrë 3 ide konkrete, sepse nuk dua ta shpjegoj vetëm në aspektin teorik, por dua ta shpjegoj edhe në aspektin praktik. Idetë apo alternativat i marrim tek pjesa e kolonës parë, dhe unë e kam marrë për shembull prodhimin e lëngjeve, pizzerinë dhe kompaninë e ndërtimit. Kam munduar që të bëj një diversifikim portfolio's të bizneseve, të shkojmë nga prodhimi, që është prodhimi i lëngjeve, deri tek shërbimi, e cila është pizzeria, dhe e treta është kompania e ndërtimit, sepse shumica e personave apo tek ne në Pollok shumica e bizneseve merren me ndërtim, edhe ndoshta dhe mbase mund t'i kem ndihmuar dikujt i cili do të bëjë një analizë vetën në lidhje me kompaninë e ndërtimit. Shtylla e dytë apo kolona e dytë është kërkesa dhe aftësia e pagimit. Do ta shpjegoj çdo njëri një nga një, por thjesht për ta prezantuar një tabelën, dhe pastaj do flasim veçanërisht për çdo biznes një nga një. Dispozicioni me personel të kualifikuar, dispozicioni me teknologji dhe pajisje, dispozicioni me lëndë të parë. Këtë këto mblidhen, dhe me thënë një është nota ma e dobët, ku ju mendojnë që nuk ka perspektiv sipas analizës të juaj që bëni për çdo njërin nga këto kolon, ndërkaq konkurrentët zbresin sepse ato e heqin atë fuqinë totalin nga numri ose nga pikët e shtuara, për shkak se konkurrentët janë të këqin aspektin e ides, nuk janë këqin në konceptin e zhvillimit të biznesit të juaj. Gjithsejt përdoret, mblidhen dhe minusohen konkurrentët dhe jepet shuma totale e çdo ideje të veçantë të cilën e keni ju, dhe faktorët kritik të suksesit nuk shkruhen me numra, por shkruhen me fjalë, të gjitha ato të cilat mund të ndikojnë për keq apo për mirë në biznesin e juaj, edhe shkruhen me fjalë. Domethënë nëse ka diçka e cila mund ta dëmtoj apo t'i jep një lloj vlere shtesë biznesit të juaj, duhet parashikohet ose duhet vendoset me fjalë që nesër pas nesër të krijohen alternativa apo skenare B dhe C, në kuptimin që kur të ndodhin të jenë të para përgatitur për të marrë masat e duhura për t'i zgjidhur të lloj probleme. Hajde tani shkojmë një me një. Prodhimi i lëngjeve është ideja e parë të cilën e kam marrë unë, sepse kam dashur të tregoj një lloj biznesi i cili merret me prodhim, edhe prodhimi i lëngjeve nuk ka më mirë se sa të japim një lloj ideje apo një biznesi i cili varet shumë nga importi, sepse ne kur shkojmë te raftet apo te kondollat e supermarketeve shohim shumë lloj produkte nga jashtë, kryesisht nga Serbia dhe nga Kroacia, por shumë pak ka nga Maqedonia. Dhe kjo mund të jetë një ide biznesi e mirë në aspektin e investimit të parave të juaja, por duhet të bëhet një analizë thukt për çdo njërin nga këto lloj biznese. E dyta është pizzeria dhe e treta është kompania. Çfarë nuk kupton kolona e dytë është kërkesa dhe aftësia e pagimit. Kjo tregon që sa është kërkesa për të lloj produkti. Normalisht duhet bëhet një ulëmtim të tregut për të parë se sa njerëzit pinë lëngje, qoftë natyrore apo qoftë të përpunuara në mënyrë industriale, sa
personat argjojnë në konsumin e lëngjeve. Këto tani mund t'i përdorim edhe ChatGPT, por ideja është që para se të investoni paratë tuaja, është mirë të merrni një kompani ulëmtimi e cila do bëjë një ulëmtim për ju dhe të tregon sakt se sa është kërkesa e madhe për të lloj produkti. Ideja e se sa është kërkesa e madhe varet shumë edhe nga ku e investoni ju këtë lloj biznesi, ose cili është tregu potenciali juaj. Nëse investoni vetëm në Tetov, për shembull, atëherë tregu juaj vetëm Tetova apo 200.000 banor, të cilat i ka Tetova me rrethinën e vet, apo edhe Pollogu që është masë më e madhe e tregut. Në qoftë se është e gjithë Maqedonia, atëherë tregu është e gjithë Maqedonia, apo 2 milion konsumator potencial të cilat i ka ky lloj biznesi. Në qoftë se merreni me eksport, atëherë tregu potencial rritet varësisht se në cilën shtet jeni ju prezent fizikisht me produktet e juaja. Tani pyetja është si ta dim ne se sa është kërkesa e madhe. Pjesa më e thjeshtë është, pa mos bërë ulëmtim të tregut, është ta shikoni hierarkinë e Maslow. Dhe hierarkia e Maslow thotë që në nivelin e parë të produkteve të cilat kërkohen janë niveli i nevojave fiziologjike për ushqim, për veshmbathje dhe për pije, të cilat çdo njeri i ka, sepse është nevoja bazë e njeriut ose njerëzve për të mund të mbijetuar. Edhe prandaj unë në fust me njerë kërkesën me numër 5, tham edhe njerë, nota më e dobët është 1 dhe nota më e madhe është 10. Unë mendoj se nuk ka ide biznesi e cila meriton 100, sepse çdo ide biznesi e cila ka një përmirësim të një lloj procesi brenda vete, duhet të merr notë më të madhe, përndryshe nuk investohet fare në atë lloj biznesi. Mirë po, si edhe po ashtu ka ide të cilat nuk mund ta marrin notën 10, sepse duhet të jetë inovative dhe kreative dhe mos ketë fare prezent ashtu lloj produkte për shërbimin e vendin tonë, që po ashtu janë pak si ide biznesi, prandaj këto duhet të lëvizin ndërmjet dyshit dhe nantës, sepse janë ide të cilat ekzistojnë në treg, mirë po edhe ka investime të tilla. Pse them 5? Sepse nëse e merrni që çdo kush ka nevojë për ujë, ka nevojë për lëngje, mirë po nevojën për pije ju e kompensoni me ujë i cili është pak a shumë mund të jetë i aksesueshëm dhe të jetë pa para, sepse vjen nga natyra. Prandaj lëngu përdoret pak si një produkt i cili që ky Maslow e ka përshkruajtur si produkte për vetë aktualizim, sepse nëse ju merrni në një lokal kafe dhe ujë lëng shtrydhur, në kupton që jeni tek produktet e luksit. Tani për te konceptin e këtij segmenti, ndoshta lëngu i shtrydhur apo lëngu tjetër përdoret luks, ndërkohë që të gjithë ne konsumojmë kafen me ujë të cilën shërbejmë pa para. Domethënë prodhimi i lëngjeve dhe shitja e lëngjeve, unë do e fus 5, sepse thash edhe një që njerëzit kanë produkte alternative për ta plotësuar këtë lloj nevoje. Edhe nuk mund të them që është i madhe, sepse thash edhe një që produkte alternative janë sot pa para dhe ja humbin shumë fuqinë e madhe të notës të cilët mund ta merrte nëse do kishte pas produkte alternative. Edhe njerë them, tregu është ajo lloj sipërfaqe gjeografike në të cilat ju keni prezencë fizike të produkteve të juaja, nuk është diçka që është imagjinare, që unë kam plan të hapin Tetov edhe pastaj të shpërngulem në këtë Maqedoninë pas 4-5 viteve, jo. Do jetë vetëm atje ku ju e shitni produktin e juaj. Nëse e shitni Tetov, atëherë tregu lokal është tregu juaj potencial dhe do merrni një lloj analize me atë lloj tregu se sa mund të jetë konsumi i lëngjeve, të cilën mund ta merrni si dën kudo që tjetër, edhe në ChatGPT apo në këto platformat artificiale, sa konsumojnë për shembull qytetarët e Tetovës pije të gazuara apo të pa gazuara, kuptimin e numrit apo tonazhës apo të litrave në nivel viti, edhe atë do del edhe sa është kërkesa e madhe. Gabimi më i madh që bëhet se zakonisht njerëzit të cilat e bëjnë konfuz këtë kolorën e dytë me kolorën e konkurrentëve. Nuk me thonë që në qoftë se ka kërkesë lartë, duhet ullet konkurenca, apo nëse ka konkurrencë lartë, duhet ullet kërkesa. Jo, të dyja janë të pavarur nga njëra tjetra, mund të ketë kërkesë të madhe për një produkt, siç thamë ushqimet, sepse Maslow ka thënë që ushqimet janë niveli bazë i njeriut, dhe atje gjithmonë ka kërkesë të madhe. Ne mund të kemi nevojë të madhe për bukë, por ka edhe konkurrent të madhe për prodhues bukëve kështu me radhë. Nuk janë të lidhura njëra me tjetrën. Hajde tani të vazhdojmë tek piceria. Piceria është, unë e kam vënë me nën, sepse sot më nuk është luks ta picë apo të përdoren
produktet alternative që prodhon pizzeria, sepse çdo njeri nga ne shkon të paktën një herë në javë në një lloj pizzerie dhe konsumon diçka e cila jep pizzeria. Tash nënta është për shkak se futet tek niveli i mastot i cili ka të bëjë me ushqimin, edhe ne zakonisht tani më si kulturë është futur kjo dining outdoor ose ëndja jashtë e ushqimit, nëse ne nuk kemi para ose kërkesa për restorane ekskluzive është më e ulët, për pizzeri si një lloj produkti apo një lloj segmenti i këtyre produkteve dhe këtyre hajeve të shpejta është më i pranueshëm të qytetarët dhe prandaj ka vendosur nën. Domethënë, sepse ka kërkesë të madhe për këtë lloj produkti, nëse përpara 20 viteve ndoshta ka qenë kërkesa më e ulët për shkak se njerëzit nuk kanë patur akoma një lloj edukate të hash jashtë apo edhe financiarisht kemi qenë më të dobët, tani më kjo është kthyer si rutinë apo edhe si kulturë edhe në familjet tona që të paktën një herë apo dy herë në javë njerëzit të shkojnë dhe të hanë familjarisht pizzeri, po edhe më tepër gjenerata e re e njerëzve më tepër varet nga këto ushqimet e shpejta dhe pizzeria dhe pizza po ashtu bën në vend si ide ose si produkt i cili në mënyrë masovike konsumon nga trit. Kompania e ndërtimit, nëse do merret kompania e ndërtimit, është kompania e cila do të bëj shtëpie apo të bëj edhe ndërtesa. Edhe këtu është kërkesa e madhe, sepse Maslow ka thënë që ushqimi, pijet dhe veshmbathja janë tek e dyta, ndërsa tek niveli i dytë janë niveli i produkteve për siguri. Edhe këtu futet normalisht shtëpia, strehimi. Dhe prandaj unë kam futur 7, pak më ulët se ushqimi, sepse sot çdo njeri nga ne duhet të ketë një lloj alternative për strehimin e vet dhe familjes vet. Nëse mund të jepni, nëse keni financiarisht fuqi dhe aftësi pagimit madhe të bëni shtëpi, normalisht kjo është kosto më e madhe për ju, më atraktive për kompaninë, nëse jo do merrni banesë, nëse jo dhe banesë, atëherë do të strehoni tek familjarët e juaj, të prindit e juaj, sepse ndoshta është diçka e kushtueshme të cilën nuk mundet ju ta jepni vetes tuaj sepse është një investim i madh i cili kërkon financa ndaja. Prandaj kam dhënë 7, nuk e kam vënë 9 apo 10, sepse çdo njeri nga ne ka nevojë për strehimi, po pak nga ne kanë mundësi që të mundet të investojnë tek strehimi, tek shtëpia apo te banesa. Një grup i madh njerëzve marrin banesë me qira që në fakt nuk i shkon përballë kompanisë ndërtimit, sepse kjo minusohet nga kërkesa e madhe, sepse njerëzit marrin me qira në momentin kur ndërtohet banesa dhe nuk mund të futet tek numri total i konsumatorëve potencial. Okej, këtë e shpjeguam, do të thonë kërkesa dhe aftësia e pagimit është sa atraktive është kjo lloj ide biznesi, dhe sa kërkesa është e madhe dhe sa konsumatorët kanë aftësi të madhe pagimit. Do të thonë sa më shtrenjtë të jetë investimi, aq më ulët është aftësia e pagimit, kërkesa mund të jetë e madhe, siç tham edhe një herë për strehim apo edhe për shtëpi. Mirë po aftësia e të paguarit të njerëzve për të bërë një shtëpi apo për të bërë një apartament është shumë e madhe sepse tani kanë shkuar metët katror në Shkup apo edhe metët tjera përreth, është numër i madh, është kosto e madhe dhe zakonisht njerëzit parapëlqejnë që kur krijohet kjo lloj karriere apo kur krijohet familja, një fillimisht futet me qira dhe pastaj më vonë pasi të kursejnë të blenë edhe shtëpinë e vet dhe banesën e vet. Por gjithsesi kjo e ulën shumë pjesën atraktive të atij sipërmarrësit i cili do të merret me biznes në kompani ndërtimi. E dyta, ose në fakt kolona e tretë përbohet dita sipas verifikimit të këtyre parametrave ekonomike është dispozicioni me personel të kualifikuar. Dispozicioni me personel të kualifikuar është se sa shpejt kur të investoni të këlloj biznesi mund të gjeni fuqi punëtore të kualifikuar. Dhe këtu pyetja e parë është që duhet ta parashtroni vetes tuaj, nëse ju investoni të ky biznes, të prodhimi i lëngjeve apo të pizzeria, sa shpejt unë mund të gjej persona të cilat janë adekuat për këtë lloj kompanie. Tek prodhimi i lëngjeve ky numër është i vogël sepse duhet teknolog për ushqim, duhet inxhinier të ushqimit tek shumë radhë. Edhe pyetja të cilën duhet i parashtron kompania është a e prodhon sistemi arsimor formal këtë lloj profili apo jo. Në qoftë se e prodhon, atëherë normalisht ju keni një lloj sasie të madhe njerëzish të cilët mund të intervistoni dhe mund të zgjidhni dhe mund të futeni në intervistë për të punësuar tek ju. Për shembull, pizzeria e ka më të ulët
këtë lloj barriere, sepse ka më tepër, ndoshta ne nuk prodhojmë kamarier dhe picamen si shkollë formale, mirë po sot tregu ka goxha njerëz të cilët merren me gastronomi apo e njohin të lloj zanati dhe diapazoni është më i madh për të zgjedhur të persona. Te prodhimi i lëngjeve, numri i inxhinierëve apo teknologëve të prodhimit të ushqimeve apo edhe të lëngjeve është me gishta numërohen, kështu që pyetja që duhet t'i parashtroni e dyta me radhë është ku duhet ne këto persona t'i ndërtojmë si profesionistë që me qëllim që të mundet ato të punësohen te kompania jonë. Nëse si prodhon edhe një prodhimi formal i arsimit, atëherë ju duhet të investoni te këto persona në mënyrë individuale. Duhet të ndani buxhetin e juaj për trajnime dhe kualifikime dhe certifikime nëpër vendet, nëse ka trajnues jo formal në Maqedoni, do i çoni atje, nëse s'ka trajnues jo formal, atëherë do duhet këto të shkojnë në trajnime në Gjermani apo në vendet ku të cilat prodhohen këto lloj maqinash, me qëllim ose edhe këtë lloj kompetence dhe këtë lloj shkallësie, me qëllim që nesër kur filloni punën, ju mos varet prodhimi juaj nga mospasja e fuqisë të punëtore. Kompani ndërtimi çfarë duhet? Inxhinier ndërtimi, shitës dhe cilat janë, dhe një mund të arkitekt i cili mund ta përdorni ju për t'i bërë maketat ose mapat e ndërtesave për shtëpive, dhe zakonisht këtë e prodhon procesi i formal i edukimit, sepse kemi edhe fakultet për inxhinieri ndërtimi, apo kemi edhe për arkitektur, kështu që ky aspekt nuk na mungon. Tani numri i tyre të cilat dalin nga edukimi formal është i ulët dhe kompetencat dhe shkallësitë ndoshta mund të jenë me pikpyetje, sepse shumica e tyre kanë ligjërata teorike dhe pak kanë ndonjëlishmëri me punën praktike. Edhe kjo duhet merret parasysh. Më thënë para, a jep sistemi arsimor këtë lloj, a prodhon sistemi arsimor formal këtë lloj profili, dhe e dyta është a ballafaqohen këto persona me praktika industriale apo me praktika kompanive dhe domosdoshmëria ose integrimi i tyre me njëherë në vendin e punës. Domethënë kur flasim për pizzeri, duhet picamen dhe kamarier, këto nuk kanë nevojë të një trajnim veçantë përveç aftësive të buta, të komunikimit, të negocimit, dhe zakonisht ky është proces shumë i shpejtë, sepse bëhet me një trajnim të shpejtë apo edhe me eksperiencën ekzistuese prake që e ka personi, dhe numri i tyre është relativisht i madh dhe prandaj ka mandu këtu nën te pizzeria, sepse kollaj mund të gjenden. Ndërkohë që për prodhimin e lëngjeve e kanë futur 5, sepse teknologët e prodhimit ushqimor janë të rrallë dhe të pakt edhe në sasi edhe në cilësi, edhe ato që dalin base do duhet të ballafaqohen me trajnime me vendin e punës, sepse tek ne laboratorët e prodhimit ushqimeve mungojnë nëpër universitet apo edhe në shkollat mesme profesionale, dhe do duhet edhe sikur të kesh një person i cili i din këto lloj procese, do duhet të ketë trajnime shtesë në lidhje me specifikat kryesore të punës. Prandaj kanë futur 5, nuk kam dhënë notë madhe, sepse aksesi apo barrierat të cilat ekzistojnë për këtë lloj personeli është goxha e madhe, edhe normalisht ka nevojë që kompania të investon në kapitalin njerëzor të vetin, me qëllim që të krijohet një lloj personeli i kualifikuar, sepse nesër këto do jenë persona të cilat do të prodhojnë produktin final të juaj, që do jetë lëngu i paketuar apo lëngu nëse merret me gaz apo pa gaz, i cili do ta prodhoj këtë lloj produkti. Kompania ndërtimi, e tham edhe një herë, këtu nuk ka nevojë shumë, sepse e tham edhe një që prodhimi formal ose edukimi formal i prodhon këto njerëz, edhe inxhinierët ndërtimit, edhe inxhinierët arkitekturës ose arkitektët sot dalin nga sistemi formal, edhe ju mund t'i jepni vetëm një lloj investimi në një lloj software apo një lloj aplikacioni i cili mund ta përdor kompania, dhe nuk është se ka një lloj përveç aftësive teknike, nuk është se ka diçka specifike si punë për mos mësuar apo edhe për qenë vështirë për të mësuar. Kolona e tretë është dispozicioni me teknologji dhe pajisje. Kjo është shumë e rëndësishme, është domethënë sa e lehtë apo sa e rëndë është të blesh makineri apo edhe pajisje apo teknologji që kanë bëjnë me prodhimin e lëngjeve apo me këto ide të pizzerie apo të kompani ndërtimi. Prodhimi i lëngjeve kërkon një lloj linje të madhe të prodhimit të lëngjeve, të paketimit e kështu me radhë. Këto janë një shtrenjta, dhe e dyta nuk prodhohen në Maqedoni, duhet blen nga jashtë. Çdo gjë që prodhohet jashtë nuk ka as mirëmbajtje, nuk ka as trajnime, aq më tepër që kalon kufi, edhe është shtrenjtë si koncept. Prandaj ka mul në 2 numrin, në 3 numrin, sepse Maqedonia nuk prodhon këtë lloj teknologjia, duhet merren apo nga Gjermania apo nga vendet ku prodhohet lëngu, apo edhe nga Kina si variante më të lira, dhe Turqia,
të cilat prodhojnë dhe janë njohura si shtete të cilat prodhojnë maqineri dhe pajisje energjike me kosto më të ulët. Pyetja e dytë është a duhet të jetë automatike apo semi-automatike apo manuale maqina, edhe kjo po ashtu e vështirëson dhe rrit koston e kësaj lloji teknologjie, por sa më pak të ketë në vendin e origjinës apo vendin ku bëhet biznesi, aq më ulët është nota, sa më larg të jetë vendit të origjinës, atëherë vështirësia e transportit të kësaj maqine apo këtë lloj pajisje bie akoma më poshtë sepse ju mbareni nga shtetet e treta për ta bler këtë maqinë. Nëse ka Maqedoni dhe ju jeni të informuar që Maqedoni ka, atëherë numri rritet për shkak se qasja është më e lehtë për këtë lloj pajisje në vendin ku ju e bëni biznesin. Pizzeria nuk ka nevojë për asaj furrës të picës, të cila mund të prodhohet edhe në vend, mirë po edhe për jashtë, nëse ka një specifik veçantë. Kjo është qasja është shumë e lehtë sepse sot ka kompani të ne, edhe në Pollok, edhe në Shkup, janë prodhues të këtyre furrave të pizzerive, edhe ato japin edhe garancitë e duhura në lidhje me këtë lloj maqinerie. Kompania e ndërtimit është po ashtu e vështirë sepse qasja nëse ju i merrni këto lloj maqina i bleni, bagera, kamiona e kështu me radhë, apo edhe maqina për prodhimin e tullave, atëherë do duhet të gjitha të blehen nga jashtë, nëse ja outsourconi apo merrni kompani subkontraktuare të cilat e bëjnë këtë për ju thjesht e mbani zyrën e projektimit dhe zyrën e ndërtimit, atëherë ky numër rritet, nuk do jetë 5, po do jetë 8 apo 9, nëse ju i bleni këto, kosto e tyre shumë e madhe, para njëherë e ulën domethënë atraksionin për të lloj ide biznesi, dhe e dyta, ne nuk prodhojmë kamiona ndërtimi, apo edhe bagera, apo edhe instrumentat e tjera të ndërtimit, prodhon shtetet tjera, përfshi edhe Gjermaninë, edhe Kinën dhe Turqinë, dhe prandaj në momentin kur ti varesh nga shteti i tretë apo nga shtetet të tjera që janë jashtë Maqedonisë, edhe numri ulet sepse atraksioni për të lloj biznesi, për shkak të kostos, për shkak të mirëmbajtjeve, edhe për shkak të prodhimit dhe trajnimit të cilat duhet të jep të lloj pajisje, e ulën më tepër numrin apo edhe vlerën sepse barierat bën më mëdha atëherë. Domethënë, nëse është bariera e ulët, atëherë nota është më e madhe, nëse është bariera e madhe, numri është më i vogël. Thotë ne tek kompania e ndërtimit bariera është më e madhe, prandaj ka futur një numër i cili është 5. Dispozicioni me lëndë të parë. Për prodhimin e lëngjeve duhet pureja, ajo që cila quhet pure, zakonisht është lënda e parë, e cila pastaj përzihet me ujin dhe krijohet lëngu i gatshëm për pije. Pureja zakonisht merret në Brazil apo edhe në Izrael. Jam habitur që kam kuptuar që Izraeli është qendër prodhuesit më të madh të pureve të lëngjeve. Ajo pureja është si një lloj produkti i cili është i fortë dhe pastaj në përzierje me temperatura të larta me ujin e krijon lëngun sipas shijeve përkatëse. Tek pizzeria lënda e parë është mielli, është vaji, është gjathi, janë prosciutto kështu me radhë, gjëra të cilat i blen market, jo më nga prodhues lokal me shumicë. Edhe kompania e ndërtimit lënda e parë mund të jetë llaçi, mund të jetë tulla, mund të jetë lënda e parë mund të jetë edhe diçka të cilën e merrni nga prodhues të cilat kanë gurrore, edhe ju nga lënda e parë krijoni produktet e juaja për prodhimin e betonit e kështu me radhë. Domethënë, gurroret si fenomen natyror ekzistojnë në Maqedoni, prandaj kanë futur 9 tek kompania e ndërtimit, sepse këto nuk kanë nevojë të marrësh nga eksporti, nuk kanë nevojë të marrësh nga shtetet e tjera, i merr akoma Maqedoni, në ndërkohë që prandaj edhe qasja është më e ulët, në fakt e kam vënë 7 në kërkëngjes, e kam vënë 7 sepse dispozicioni në lëndën e parë është i lehtë, ka aksesueshëm sepse ka plot gurrore sot të cilat shesin si lëndën e parë për kompaninë e ndërtimit, po që si i bleni sot mund blesh shpejt tulla apo edhe beton, për shkak se këto lloj ka edhe prodhues betonit të cilat e furnizojnë kompaninë e ndërtimit. Pizzeria është dihet sepse lënda e parë sot mund blehet nga marketi dhe qasja është shumë e lehtë, prandaj kam vënë edhe notën e madhe. Tani te prodhimi i lëngjeve, lënda e parë thashë edhe një herë, pureja vjen nga Brazili, nga Izraeli dhe nga Amerika. Edhe qasja është shumë e vështirë, prandaj edhe nota bie, sepse çdo gjë që varet nga jashtë tregon që ju jeni të predispozuar që nesër pas nesër lënda e parë ju të varet nga shtetet e eksportit apo shtetet e treta, të cilat mund ta vështirësojnë jetën e juaj momentin kur ju kërkoni bleni lëndën e parë për tyre. Okej. Konkurenca thamë edhe minusohet, tek prodhimi i lëngjeve është 5, thamë edhe një sepse ka prodhues edhe lokal edhe jashtëm të cilat i ke sot në rafte,
janë Maqedonisë, kanë 2-3 brende, jashtme janë 4-5 brende, mirë po ka edhe produkte alternative të cilat ti e plotëson të njëjtën nevojë pa mos patur nevojë të paguash asnjë cent. Do të thonë nëse s'kemi para për lëngje, kemi para për ujë, do pim ujë, nëse kemi para atëherë tek konkurenca e lëngjeve, konkurenca është e mesatare. Prandaj kam vënë 5. Pizzeri, sot çdo i dyti lokal është pizzeri dhe konkurenca është e madhe, sa më e madhe konkurenca aq më e madhe është edhe nota, edhe kompani ndërtimi, sot shumica e kompanive në Pollok janë ndërtimi. Nëse si mund ta gjeni se çfarë note duhet, nëse është monopol, ka vetëm një lloj ofruesi të këtë lloj shërbime, të lloj produkti, atëherë nota është e vogël sepse jeri prodhuesi unik. Domethënë këto janë EVN-ja, ato që prodhojnë rrymë, sepse nuk ka tjetër lloj konkurrence në treg. Duopol është kur ka 2 apo 3 ofrues në treg, që është për shembull A1 dhe T-Mobile, këto bëjnë sikur kanë konkurrencë, mirë po ideja është që kanë një lloj marrëveshje të çmimeve të cilat do të vendosin në paketet e tyre. Njëherë i marrin një kompani me institucione shtetërore, ja lënë personave fizik tregun, ndërkohë që pastaj bëjnë switch, e ndrojnë, atë tjetri e merr tenderin tek institucionet shtetërore, edhe tjetri shkon tek qytetaria apo tek qytetarët për të shitur paketet e tyre. Mirë, duopoli është diçka e cila ka 2 apo 3 prodhues, edhe ato bëjnë sikur kanë konkurrencë, mirë po ideja është që kanë një lloj çmimi unison të marrur vesh paraprakisht që mos bëjnë dumping të çmimeve. Dhe oligopoli është çdo lloj ide biznesi e cila jepet dhe ka me shumicë konkurrencë, edhe këtu zakonisht ne jemi tek ideja e pizzerisë e cila sot ka kërkesë të madhe, sepse ushqimi thamë edhe një herë ka kërkesë të madhe, por ka edhe konkurrencë të madhe sepse çdo i dyti dyqan mund të jetë pizzeri apo edhe është pizzeri. Prandaj kam vënë 10 notën sepse pizzeria ballafaqohet me konkurrencë të madhe. Te prodhimi i lëngjeve thamë edhe një herë është 5 sepse ka edhe konkurrencë ke ujin si produkt alternativ i cili është pa para dhe i lirë, edhe tek lëngjet është një herë mas pari gjysma e popullatës e humbet sepse ato pinë ujë, nuk konsumojnë pije për shkak të kostos, por ato që konsumojnë pije kanë më tepër alternativa për të blerë një lloj produkti i cili ka të bëjë me historinë e tregut. Personat janë futur në treg më herët se sa ju, edhe ju kur do futeni duhet krijoni atë brendi i cili ka të bëjë me emrin e juaj fillimisht, dhe kur krijohet konfidenca e tregut dhe konsumatorit duhet më tepër kohë. Kompani ndërtimi, konkurrentët janë 9, nuk i kam vënë 10, edhe pse mund ta vësh shumë lirisht edhe 10, sot kompani ndërtimi ka plot. Thamë edhe një herë, kërkesa është e madhe relativisht, por edhe konkurrenca është e madhe sepse sot restorane, kafeteri apo edhe pizzeri nuk janë gati të njëjtë me kompanitë e ndërtimit, ama dhe kompanitë e ndërtimit mbulojnë edhe ka një konkurrencë të madhe në tregun e Maqedonisë. Okej, tani thamë edhe një herë këto do t'i mbledhim, kërkesën dhe aftësinë e pagimit e mbledh me dispozicionin me personel të kualifikuar, dispozicionin me teknologji pajisje, dispozicionin me lëndën e pak, këto faktor mblidhen, ja ku e ke plusin, edhe në fund zbritën konkurrentët, sepse konkurrentët është diçka e cila sa më e madhe të ketë konkurrencë, aq më nota duhet të jetë më e madhe, edhe pastaj kjo kolon zbritet edhe merret gjithsejt apo vlera totale e kësaj lloj ideje. Ja për shembull, për prodhimin e lëngjeve është 5 + 5 10, 13, 15 minus 5 del 10. Numri që totali i kësaj ideje është 10, dhe duhet ta bëjmë lloj benchmarku apo të analizojmë me idetë që janë biznesit. Te pizzeria është 9 kërkesa, 9 është dispozicioni me personel të kualifikuar 18, dispozicioni me teknologjitë e pajisje është 27, dispozicioni me lëndë të parë është 10, është 37, minus 10 bëjnë 27. Domethënë atraksioni për të hapur biznes edhe qasja është shumë e lehtë, mirë po edhe konkurrenca është e madhe. Kompani ndërtimi, thamë edhe një kërkesa është 7, dispozicioni me personel të kualifikuar është 8, teknologjia dhe pajisja janë 5, dispozicioni me lëndën e parë apo qasja me lëndën e parë është relativisht e mirë, e lehtë, prandaj kam vënë 7 dhe konkurrenca është 9 sepse ka shumë kompani të cilat historikisht dhe janë treg akoma në sektorin e ndërtimit. Okej, 7 + 8 15, + 5 23, 30 minus 9 bën 21. Domethënë 21 është shuma totale e këtij biznesi. Tani, sipas një logjike të thjesht, pizzeria duket model më atraktiv sepse kërkon më pak kërkon investime dhe kosto investimi. Të gjitha faktorët tjerë janë më të lehtë dhe më
taksesueshëm dhe qasja drejt tek to është më e lehtë, prandaj dhe kanë marrë pikë më të mëdha. Normalisht konkurenca është më e madhe për shkak të këtyre faktorëve, por numri total ka dalë më i madh. Tani ky lloj tabele nuk pretendon t'u jep një mendim absolut, sepse normalisht varet edhe nga paratë të cilat i keni ju për të investuar. Për shembull, për prodhimin e lëngjeve kërkojnë suma milionëshe, ndërkohë që për pizzeri mund të duhet 10.000 euro për të futur. Por kjo është thjesht për ta shpjeguar se si vlerësohen idetë e biznesit në bazë të parametrave ekonomik. Zakonisht ka persona të cilat kanë një lloj ndjesie të vetën dhe thonë që diçka i mungon tregut edhe ka këtë ndjesi për të bërë investimin e dur pa mos e futur në të analizë. Po ideja ime është që sado që të jetë ndjesia e madhe, është mirë që të kalohet kjo lloj template apo kjo lloj tabele me qëllim për të krijuar një lloj mendimi alternativ apo edhe një lloj ideje mentale se cilat duhet merren këto lloj faktor parasysh kur të fillohet biznesi. Okej, çfarë është faktorët kritik të suksesit apo e të mos suksesit? Është gjithçka e cila mund ta dëmtoj apo mund t'i jep një lloj vlerë shtuar këtij lloj alternative biznesit. Prodhimi i lëngjeve mund të ketë bëj me tarifa shtetërore. Për shembull, tarifa shtetërore mund të jenë se zakonisht shtetet kanë tarifat e veta nëse ju do bleni puren nga Izraeli për të patur një lloj mbrojtje të dhe industrie mbrendshme, shteti mund vendosën tarifa deri në 1.000 ton, për shembull, të pures mund futet me këtë lloj tarife, përmbi 1.000 ton mund të ketë tarifë tjetër apo edhe mund të mos lejohet fuqe e kësaj lloj lëndet pare apo edhe në diçka e cila ka të bëjë me mbrojtjen e industrisë shtetërore. Kushtet klimatike janë diçka e cila nuk varet nga ju, për shembull, mund të ketë raste kur për shkak të kushteve klimatike të këqija, urikaneve të ndryshme apo edhe errave të ndryshme mund të dëmtojnë korrjen e këtyre frutave dhe normalisht përpunimin e pures, për shembull në Brazil apo edhe në Izrael janë të ekspozuar apo në Amerikë janë të ekspozuar për të urikane apo në për të lloj kushte klimatike të këqija dhe prodhimi i pures mund të ngecë ose mund të reduktohet. Normalisht ju jeni kompania e parë e cila nuk do merr për shkak se jeni vend i vogël apo jeni kontraktues i vogël i sasive të vogla dhe atëherë do ngelni pa pure, ndërkohë që tregu nuk do furnizohet me pijen e juaj dhe mund ta ndikojë shumë. Imigracioni është po ashtu i rëndësishëm sepse ju e bëni projeksionin për 5 vitet e ardhshme, mund të jepni projeksion se do të konsumohet pije kështu me radhë, ndërkohë që konsumator keni çdo vit më pak dhe më pak. Te pizzeria është TVSH-ja, shteti mund të vendosë që tarifën TVSH për produkte specifike që kanë të bëjnë me pije, me pizzerie kështu me radhë, edhe kjo mund ta dëmtoj biznesin e juaj. Nëse ulën TVSH-n, kjo mund të jep një lloj spunto më tepër, që njerëzit dalin dhe të hanë më tepër jashtë se sa të hanë të shtëpia, sepse tash edhe kostot e këtyre produkteve janë më të mëdha në shtëpi. Edhe kompania ndërtimi, kushtet klimatike dhe imigracioni edhe nga fuqia punëtore, mirë po edhe nga imigracioni sepse ikin njerëzit e s'ka kush bëjnë shtëpia, ndërkohë që imigracioni po ashtu ndikon pozitivisht, sepse shumica e njerëzve të cilat bëjnë shtëpi edhe ndërtesat në Maqedoninë perëndimore janë njerëz që vinë nga diaspora. Kjo pra është një lloj vlerësimi i një lloj të ideve të biznesit. Shpresoj që ju pëlqejmë. Nëse keni tema të cilat dëshironi të ndëgjoni, ju lutem tek kanali jon oficial që është Almakosi në Facebook, rrjetin e Facebookut të Almakosit, tek We Economy na shkruani, na jepni komentet e juaja çfarë temash dëshironi të ndëgjoni për ekonomi dhe ne me dëshirë më të madhe do mundojmë të trajtojmë të këto tema. E mos harroni të bëni subscribe, të jepni një like të gjithë ose në kanalin ton YouTube të We Economy apo edhe në kanalin zyrtar të Almakosit në Facebook. Deri javën e ardhshme ju përqafoj.